Martin Canit, turpi i drejtësisë sër mohuar. Ka raste kur një shoqëri teston kufit e ndërgjegjes së vet. Ka ngjarje që të detyrojnë të shohësh drejtë në sy tragjedinë, padrejtësinë dhe krimin e zhveshur nga çdo justifikim. Vrasja e Martin Canit është një prej atyre momenteve që duhet të shkunte nga themelet çdo qytetar, çdo nën, çdo baba, çdo gjykatës, çdo prokuror, sepse aty nuk kemi të bëjmë me një gabim, por me marrjen e një jete, me shkatërimin e një familje, me një nën, një baba që humbën fëmijën e një vëlla që humbi vëllain, me një plak që nuk mbyllet kurrë. Dhe sot, kur një vit ka kaluar, kur varri i Martin Canit është ende i freskët dhe dhimbja e familjarëve nuk është zbehur asnjë i çfarë po bëjnë disa media, po e relativizojnë krimin, po e dramatizojnë autorin, po përpiqen të hedhin dyshime, po kërkojnë të nxjerrin keqardhje për vrasësin. Kjo nuk është gazetari. Kjo është manipulim. Është mungesë morali. Është fyerje e hapur ndaj viktimës, ndaj familjes së tij, ndaj çdo njeriu që beson se jeta njerëzore ka vlerë. 25 vite burgë që janë drejtësi janë lëmosh për një vrasës. Të thuash 25 vite burg është dënim i ashpër, është tallje. Është humbje esencin të realitetit. Është moskuptimi i rëndësisë së jetës. Ky person mori një jetë. Mori një vëlla, mori një djalë nga prindërit, mori një qenie njerëzore që nuk kthehet më kurrë. Ajo që e bën edhe më të rëndë është fakti se agresori fshehu armën e krimit, ndërroi disa herë dëshmin, u përpoq të shmangte drejtësinë. Këto nuk janë sjellje të një njeriu që gaboi. Këto janë veprime të një kriminali të formuar, të një njeriu që kërkon t'i shpëtojë ligjit, të dikujt që nesër mund të bëjë sërish të njëjtin krim, ndoshta me më shumë viktima. Një njeri që merr jetë dhe më pas vepron si autor filmash kriminal, duke fshehur prova, duke mashtruar, duke manipuluar, nuk meriton asnjë përkthjellje nga drejtësia. Burgu i përjetshëm i vetmi dënim i drejtë. Ka raste kur ligji duhet të flasë me forcë. Ka krime që nuk mund të përballohen me gjysmë masa. Ka vrasje për të cilat shoqëria duhet të japë një përgjigje të qartë. Jeta njerëzore është për të negociuar. Burgu i përjetshëm nuk është hakmarrje, nuk është ekstremizëm, është drejtësia minimale. Sepse një shoqëri që lejon që një vrasës i provuar, një njeri që fsheh armën, mashtron policin, ndërton skenar, të kthehet lirisht në rrugë pas 20-25 vitesh, është një shoqëri që rrezikon të prodhojë viktima të tjera. Ai mund të dalë nesër në një televizion e të shes histori të viktimizuara? A mund të bëhet hero mediatik? A mund të përfitojë nga fama e errët që po i krijohet? Po. Në këtë vend po. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse dënimi duhet të jetë i përjetshëm. Media favorizon vrasësin për bërë krim të rëndë. Kur mediat fillojnë të humanizojnë autorin e vrasjes, të krijojnë dyshime të kota, të bëjnë dramatizime, të ndezin empati për njeriu që mori një jetë, atëherë kemi hyrë në një epokë të rrezikshme. Sepse media duhet të mbrojë viktimën, jo kriminalin duhet të kërkojë drejtësi, jo klikime duhet të mbajë anën e dhimbjes së vërtet, jo të trillimeve. Martini nuk ka zë, nuk mund të flasë, nuk mund të jap intervistë, por ne mund dhe duhet të flasim për të. Drejtësia është çmimi i lehtë, është përgjegjësi e shtetit. Cili është mesazhi që japim sot shoqërisë? Që mund të marrësh një jetë dhe të dalësh pas 20-25 vitesh? Që mund të vrasësh dhe të pretendohet më pas se kishe një histori të vështirë? Që mund të shkatërosh një familje dhe pastaj të trajtohesh si i shumë vuajtur? Kjo është rrezikshme. Kjo është e shëmtuar. Kjo është e padrejtë. Dhe familja e Martin Canit, të cilit ju mor fëmia në mënyrë të pamerituar, meriton drejtësi të plot, jo një farsë gjyqësore. Mesazhi duhet të jetë i qartë, e këlliri për të marrin jetë. Burgu i përjetshëm nuk e kthen Martin Canin, por mbron jetën e të tjerëve. Mbron fëmijët tanë. Mbron shoqërinë. Mbron dinjitetin e një vendi që kërkon të quhet shtet. Ky rast duhet të mbahet mend si shembulli që tregon se drejtësia nuk mund të jetë e vakët, nuk mund të jetë e frikësuar, nuk mund të jetë e korruptuar nga emocionet e rreme që po shiten sot në ekrane e portale. Drejtësia ka vetëm një rrugë në këtë rast. Dënim i përjetshëm për vrasjen e Martin Canit, jo për hakmarrje, por për jetën, për dinjitetin, për sigurinë, për të ardhmen, për drejtësinë që i takon një familje të shkatëruar dhe një shoqërie që ka nevojë të ngrejë kokën lart. Në këtë vend ku krimi shpesh del më tepër i mbrojtur se sa viktima, është koha të themi me zë të lartë: mjaft. Jeta nuk negociohet, vrasja nuk relativizohet, drejtësia nuk falet. Ky është mesazhi që duhet të shkojë sot në faqen e parë të çdo gazete të këtij vendi.